Plumbat dhe bombat kanë vrarë mbi 750.000 njerëz në luftrat mes viteve 2021 dhe 2024. Shumë të tjerë vdiqën nga efektet indirekte të konfliktit, të tilla si uria dhe sëmundjet. Vdekjet në luftime në 4 vitet e fundit kanë qenë më të larta që nga fundi i luftës së ftohtë. Dhe për çfarë qëllimi? As udhëheqësit që filluan luftrat nuk mund të jenë të kënaqur me rezultatet. Pushtimi i Ukrainës nga Rusia është bërë një moçal poshtërues për Vladimir Putin. Lufta e presidentit Donald Trump kundër Iranit ka shkuar akoma më keq. Këto dy luftra nxjerrin në pa të vërteta të reja në fushë betejë. Teknologjia e ka bërë më të vështirë për çdo ushtri të përparojë në terren. Gjithashtu e ka bërë më të lehtë për vendet më të dobta që të shkaktojnë kaos kur sulmohen nga ushtri më të forta. Redaktori i sektorit të mbrojtjes i The Economist reflekton mbi mënyrën se si ka ndryshuar lufta gjatë dekadës së fundit dhe si mund të evoluojë ajo në të ardhmen. Ndryshimi i parë i madh është se ushtarët janë më të ekspozuar në fushën e betejës. Sensorët dhe satelitët mund t'i shohin ata, dronët e vegjël dhe të lirë mund t'i vrasin ata. Ushtrit duhet punojnë më shumë se më parë për t'u fshehur, për të lëvizur dhe për të mbijetuar. Zona e vrasjes në vijën e parë të frontit në Ukrainë, ku ushtarët lëvizin në grupe të vogla dhe robotët toksor evakuojnë viktimat dhe shpërndajnë furnizime, mishëron këtë ndryshim. Teknologjia po përhapet me shpejtësi. Ushtarët izraelit në Liban tani përballen me të njëjtin lloj dronësh që u përdorën për herë të parë në Ukrainë. Raketat iraniane janë shumë më të sakta se raketat Scud të Irakut që u përdorën gjatë luftës së parë të Gjirit. Nëse Kina do të përpiqej të pushtonte Tajvanin, forcat e saj zbarkuese do të përballeshin me një breshëri dronësh. Superioriteti ajror tani është më i vështirë për t'u arritur dhe u siguron ushtarëve më pak mbrojtje se më parë, fal shtresës së re të hapësirës ajrore të mbushur me dron. Por lufta është një mjedis darvinian që nxit përshtatje të vazhdueshme dhe fusha e betejës nuk ngrin kurrë për një kohë të gjatë. Mësimi nga Ukraina nuk është se luftrat e ardhshme do të përfshin gjithmonë këmbësorë që lëvizin vetëm disa metra në ditë në vija të gjata të frontit. Mësimi është se ushtrit do të duhet të stërviten dhe pajisen siç duhet për të verbuar, shkatruar dhe shmangur kamerat, sensorët dhe municionet mbi kokat e tyre. Ushtrit perëndimore janë shumë prapa në këtë drejtim. Ato kanë nevojë për shumë më tepër bllokues dhe mbrojtje kundër dronëve. Ato kanë nevojë për trajnim real për të simuluar këto kushte, prandaj ushtrit e NATO-s po marrin ndihmë nga Ukraina si të aftë në përdorimin e dronëve gjatë stërvitjeve. Ata nuk duhet thjesht ta kopjojnë Ukrainën, edhe pse çuditërisht inovative, ushtria e Ukrainës ka të meta serioze. Gjeneralët e trajnuar nga sovjetikët ende i drejtojnë brigadat në front. Dronët e Ukrainës mund të jenë të klasit botëror, por nuk janë aq të sinkronizuar me forcat sulmuese. Dhe dronët që tani fluturojnë në qiellin e Donbasit dhe ujërat e detit të zi janë më të vegjël, me rreze më të shkurtër veprimi dhe më të lirë se ata që do të nevojiteshin në një luftë në distancë. Ndryshimi i dytë është se teknologjia e re ka transformuar shënjestrimin. Software të mundësuar nga inteligjenca artificiale u lejojnë ushtrive të gjejnë dhe të godasin objektivat me një shpejtësi dhe shkallë të paimagjinueshme më parë. Sulmi i shpejtë i Amerikës në Iran ofron shembullin perfekt. Një ushtri që mund t'i tejkalojë armiqtë e saj në identifikimin dhe shkatrimin e posteve komanduese, depove dhe armëve, në teori mund t'i paralizojë ata dhe t'i detyrojë të kapitulojnë. Në praktik kjo është jashtëzakonisht e vështirë. Amerika dhe Izraeli mund ta bombardojnë Iranin sipas dëshirës, megjithatë Irani nuk tregon shenja të dorëzimit. Përkundrazi vazhdoi të lëshonte dronë dhe raketa dhe ka qenë në gjendje të zotërojë programin bërthamor, të mbyll ngushticën e Hormuzit dhe të shkaktojë kaos ekonomik global. Trump feston numrin e objektivave iranian të shkatruar nga pajisjet superiore amerikane, por synimi duhet të jetë një mjet për një qëllim, jo një zvendësim i strategjisë. Ajo që ai priste të ishte një luftë e shkurtër dhe ashpër filloi të shteronte rezervat e municioneve të shtrenjta të Amerikës dhe ekspozoi tolerancën e kufizuar për kostot ekonomike. Në luftrat e mparshme si ajo e Amerikës në Vietnam dhe ajo e Bashkimit Sovjetik në Afganistan, kundërshtari më i vogël dhe më i dobët fitoi sepse po luftonte në terrenin vendas. Tani pala me dobët mund përballojë edhe armë të drejtuara me precizion. Një zhvillim i tretë krahas këtyre ndryshimeve teknologjike është se ligjet e luftës janë gjithnjë e më shumë në presion. Forcat e Putin i kanë nënshtruar civilët Ukrainas ndaj torturave, bombardimeve dhe sulmeve sistematike ndaj objekteve mjekësore. Është e vërtetë që edhe luftrat e kaluara ishin të egra. Ajo që është e re është se nuk janë vetëm diktatorët, terroristët dhe rebelët që shkelin hapur normat. Disa udhëheqës të demokracive perëndimore e bëjnë këtë gjithashtu. Izraeli ka shkaktuar ndëshkime brutale kolektive
destruktive ndaj civilëve në Gaza. Trump ka kërcënuar të zhduk qytetërimin iranian dhe është tallur duke thonë se është argëtuese të bombardosha një plot me marinar. Shkelja e normave të luftës nuk është vetëm imorale, por edhe e pamatur, sepse në luftrat e ardhshme që përfshin dron dhe raketa me rreze të gjatë veprimi, civilët perëndimor nuk do të gëzojnë strehen që e kanë marrë si të mirëqen. Vitet që vijnë me siguri do të sjellin konflikte të reja. Trump, duke e bërë të qartë për buzin e tij për aleatët, ka dobësuar fuqinë e Amerikës për të penguar agresorët. Dhe udhëheqësit politik kudo do të vazhdojnë të imagjinojnë se në udhëheqjen e tyre të shkëlqyer, lufta e ardhshme do të jetë e shpejtë dhe pa dhimbje. Megjithatë, provat tregojnë se lufta po bëhet gjithnjë më e vështirë dhe më e kushtueshme.